Prokuroria e Elbasanit i delegon çështjen e avokatit Uljan Barjami Prokurorisë së Tiranës. Pas kryerjes së veprimeve të para procedurale, çështja i kalon Prokurorisë së Tiranës për shkak të konfliktit të interesit, duke qenë se prokurori Gjergj Ceka, i cili kallzoi avokatin, është prokurori i Elbasanit. Veprimet e mëtejshme në lidhje me debatin që ndodhi në sallën e gjyqit dhe kërcënimet apo mos kërcënimet gjatë këtij debati do t'i ndjek Prokuroria e Tiranës. Ndërkohë, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet me iniciativë për rastin e ndalimit të avokatit Uljan Barjami. ILD është paraqitur në gjykatën e Elbasanit për të marrë kopje të audios dhe transkriptit të seancës gjyqësore, ku edhe nisi debati mes palëve. Teksa në të gjitha shkallët e gjyqësorit vijon bojkoti i seancave penale nga avokatët penalist dhe qindra seanca janë shtyrë, vjen reagimi i gjykatës së Elbasanit. Gjykata e Elbasanit në reagimin e saj shpreh keqardhje për shqetësimin e krijuar në opinionin publik dhe në komunitetin e avokatisë lidhur me ndalimin e avokatit Uljan Barjami. Gjykata sqaron se ndalimi i avokatit nuk është kryer në mjediset e saj dhe nuk lidhet me ndonjë vendimarrje gjyqësore. Prokuroria e ka vlerësuar këtë ndalim si të palishëm dhe gjykatës nuk i është paraqitur asnjë kërkesë për shqyrtim mbi këtë ngjarje, thuhet më tej në reagimin zyrtar të gjykatës së Elbasanit.